Në emrin e Jezus Krishtit, lutem për këtë javë për ty. Në emrin e Jezus Krishtit, ai Shpirti Shenjtë që zbriti mbi apostullin Paul dhe Sila kur ata ishin në burg dhe i bëri që gjithë prangat të bien, që gjithë dyert të hapen dhe një tërmet të binte dhe që bëri që gjithë ata që ishin aty të jepnin zemrën Zotit, unë lutem dhe deklaroj që kjo është java e demonstrimit të fuqisë së Zotit në jetën tënde. Dhe po ajo fuqi do të mbjerë mbi ty dhe do të thyej të gjitha prangat, do të thyej të gjitha burgjet dhe do të nxjerrë të lirë. Në emrin e Jezus Krishtit, unë deklaroj që kjo është java e shërimit, java e lirisë, java e fitores në emrin e Jezusit. Dhe deklaroj atë që Zoti bëri me Paulon dhe me Silan, këtë javë do ta bëj edhe me ty. Të bekoj në emrin e Jezus Krishtit dhe mos harro të dielën në 13 prill në orën 10 tek Resort Stella. Eja dhe burgjet e tua do të hapen.